Lideri i Partisë të Bashkuar për Maqedoninë Ljube Boshkovski është thirrur në bisedë informative në Prokurorinë Speciale. Boshkovski në orën 13 u nxor nga burgu i Drizovës me pranga, ku vuan dënimin 5 vjeçar për rastin e njohur Fushata. Tani për tani nuk ka asnjë informacion zyrtar se për cilën lëndë është ftuar të jap deklaratë në Prokurorinë Speciale, por jo zyrtarisht mësohet se bëhet fjalë për veprën për të cilën ai po vuan dënim me burg për rastin Fushata, që kishte të bëjë me financim të paligjshëm të fushatës në zgjedhjet e vitit 2011. Kundër Boshkovskit aktualisht ka edhe një procedurë e njohur me emrin Rover. Avokatët e tij kërkuan që ky rast të transferohet në Prokurorinë Speciale, prej ku na informuan se ky rast ende nuk është marrë përsipër nga Gjykata Penale e Shkupit. Së bashku me Boshkovski në prokurori hyrje dhe avokati i tij. Nga ana tjetër, ish-ministrja e Punëve të Brendshme Gordana Jankullovska është marrë në pyetje lidhur me hetimet e ngritura nga Prokuroria Publike Speciale për mashtrim zgjedhor dhe bashkëveprim në aktivitete kriminale. Nuk dihet kur ish-ministrja e Punëve të Brendshme ka ardhur dhe nëse ka dhënë deklaratë para gjykatës ose këtë do ta bëjë së shpejti. Nga gjykata nuk e konfirmoi nëse ajo është brenda, por thonë se është e sigurt se të gjithë personat tjerë për të cilat Prokuroria Speciale kërkon paraburgim, sot duhet të vinë për të dhënë deklaratë. Në mesin e tyre është edhe Kirill Bozhinovski, sekretari i përgjithshëm i qeverisë. Prokuroria Speciale dhe gjykata kanë hyrë në një konflikt procedural për atë se kur fillon afati që Këshilli Penal të prononcohet mbi ankesat e ekipit të Janevës për mospranim të kërkesës për paraburgim të disa personave, në mesin e të cilëve edhe ish-ministri Mile Janakievski dhe kryetari i komunës së Pustecit Edmond Temelko. Nga gjykata thonë se vendimi final mbi ankesat e Prokurorisë Speciale do të miratohet në afat prej 48 orëve, pasi të gjitha palët zyrtarisht do t'i pranojnë ankesat. Me fjalë të tjera, derisa Katica Janeva nuk e pranon ankesën e Temelkos, i cili e kundërshton vendimin për paraqitjen e tij në kohë të pakoshme në gjykatën e Rest, dhe kundërta Janakievski dhe Temelko nuk i pranojnë ankesat në mënyrë të duhur nga Janeva, nuk fillon të rrjedhë afati 48 orësh për vendimin final. Nga ana tjetër, Prokuroria Speciale nuk pajtohet me interpretimin e gjykatës mbi afatin, në të cilin duhet të vendoset për ankesat e paraburgimit të refuzuar të kërkuar nga Janeva. Sipas prokurorisë, ligji është i prerë se Këshilli Penal duhet patjetër të miratojë vendim në afat prej 48 orëve nga momenti i dorëzimit të ankesave në gjykatë. Por duke pasur parasysh pozitën e gjykatës, ka pak gjasa që sot të ketë vendim final mbi ankesat për paraburgim që i dorëzoi prokuroria.